është e pa imagjinueshme në Shqipëri. A ke dëgjuar ti Edi Ramën, Sali Berishën të flasin për taksat tona? Nuk ke ekziston kjo gjë, sepse këtu taksat tona bën rrushe kumlla për disa individ që da dalin dhe rezulton edhe faturino. Edhe ne në fund fare nuk na del me pagu shpenzimet tona. Ndërsa disa faturinove, ju vjen jo vetëm shpenzime, ka miliarda, disa tjerë hapin OJQ dhe çuditërisht Ministria e Drejtësisë jep para, ambasada amerikane jep para, ndërsa ti edhe unë shkojmë të hapim një OJF, ne do na nxin jetën edhe 1 euro të marrim. S'marrim kur, ta garantoj unë ty. Zero marrim. Edhe madje edhe po aplikuam, do na bën sikur i kemi edhe na i borxh. Ndërsa të tjerët shkojnë edhe marrin para edhe të ambasade amerikane, këtë do bëj Trumpi. Ato hajdut që kanë marrë 16.000 euro nga ambasada amerikane, të sjedhin jo vetëm 16.000 euro mbrapsht, po të sjedhin të gjitha të vjedhurat që i ka marrë për xhepin e tyre, që thonin na sillni foto që të justifikojmë diçka që nuk ka qenë kurrë dhe nuk është bërë kurrë. Prandaj duhet, edhe Shqipërisi duhet një Trump, po nuk ekziston, se pikërisht ky sistem që ka ndërtuar Partia Socialiste dhe Partia Demokratike nuk lejon të vijë një Trump për të luftuar për shqiptarët. Kjo është e vërteta e Trumpit. Duke u nisur nga ajo që Trump bëri me Zelenskin dhe qasjen që ka ndaj Ukrainës, a mendoni se në një rast të caktuar në raport me Serbinë, ai mund ta lërë Kosovën krejt të vetme përballë Serbisë? Së pari unë besoj që Trumpi do të ftoj kryeministrin apo presidentin e Kosovës, do të ftoj patjetër edhe krahun tjetër, por nuk besoj se do të bëj veprim arbitrar, por do të bëj negociata, do të tentoj të bëj marrëveshje, por unë e kam thënë dhe e rithem përsëri, Trumpi nuk është politikan, është një biznesmen i cili mendon për shtetin e vet. Pra, ai nuk mendon thjesht vetëm si politikan, po mendon edhe si biznesmen. Dhe në rast se shkojmë tek ideja e shkëmbimit të territoreve, pra të vendeve fitimpruese, sipas asaj të agjende, atij plan të dikurshëm, normalisht unë do të them që Kosova mund të rrezikojë një vetmi, por do të shikojmë raporti se si do ndërtohet ky 3 mujorsh midis Amerikës dhe Ukrainës, që të shikojmë se si do të fillohet një raport i ri midis Kosovës dhe Serbisë, sepse në rast se tek Ukraina patëm një tronditje të marrëdhënieve midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Europës edhe Ukrainës, edhe me njerë sa po bë kjo tronditje, Anglia dhe shtetet europiane direkt mbështetën Ukrainën, do të thotë që Trumpi nuk mund të bëjë një gabim duke lënë vetëm Kosovën në raport në luftën që ka me Serbinë, duke i thënë që okay, unë ju lej vetëm bëni çfarë të doni, sepse ambasada ose më mirë politika e jashtme amerikane është që të ndërhyjë kudo dhe sido, nuk ka nevojë pushteti ekonomik amerikan. Diplomacia amerikane është gjëja më e mirë. Prandaj linja Trump nuk mundet ta harrojë Kosovën dhe Serbinë, që do të thotë do të studiohet fillimisht se si do trajtohet rasti me Ukrainën, dhe në rast se rasti Ukrainës Europa futet akoma dhe më brenda, normalisht Trumpi do të marrë si një pjesë këmbimi dhe marrëveshjen midis Kosovës dhe Serbisë. Pse e bën këtë gjë? Sepse unë mendoj që ai e la qëllimisht Ukrainën që të shkojë të përplaset tek Europa, që kur të ketë një mosmarrëveshje apo një konflikt me rusët Europa, do kalojë nëpërmjet Kosovës dhe Serbisë, sepse pikërisht Serbia ka lidhje me Rusinë. Pra, Trumpi, linjën e tij, thot, unë i them këtij që unë s'ta kam nevojën, ky i tha që edhe unë nuk ta pas kam nevojën sepse kam ata që më presin atë jashtë, dhe këtu tani Trumpi
do bëj një lojë shumë të bukur. Loja e tij është që sikur ju të doni të gjithë mos kaloni nga dera ime, unë do ju bëj juve që detyrimisht ju të vini tek dera ime. Doni ju, s'doni ju do të vini. Dhe prandaj Trumpi, për mendimin tim, do të fillojë të merret me Kosovën dhe Serbinë, sepse Trumpi do të punojë me Rusin që të ndërtojë çdo politikë të mundshme që kush do të shkojë të merret me Rusin do të kalojë nëpërmjet Trumpit dhe jo Amerikës. Pra, çfarë thamë përpara? Linja Trump. Linja Trump është shumë e qartë. Pra, unë nuk e dua këtë aktorin, sigurisht që nuk e dua as piktorin shqiptar, por unë dua që në raportin ndërkombëtar midis Amerikës dhe Rusisë, unë do të jem ndërmjetësi i këtyre, sepse mos harrojmë faktin që Turqia iku u shkëput pak nga raporti me Rusin, sepse po merret me Sirin. Pra, Trumpi i ka lënë Erdoganit Sirin. Merru ti me ata, bë çfarë të duash. Po të lej tani sepse kam punë të tjera. Dërsa me Kosovën dhe Serbinë, normalisht që ai do të merret patjetër. Dhe madje ajo çfarë diskutohet, edhe unë mendoj se do të bëhet kjo gjë, takimi i Donald Trump në një moment të dytë mund të ndodhi në Turqi ose në Serbi. Pse? Në Turqi do të diskutohet në momentin e fundit, sepse aty bën disa negociata. Por ajo që do të vendosi, dhe jam i bindur që do ta vendosi, Putin do të vendosi në Serbi, në Turqi, në Kazakistan, ose në fund fare në një vend ku do të bëhet një summit i madh që do të jenë të gjithë, po pa u aplikuar në asnjë moment dhe asnjë rrethan urdhër aresti ndërkombëtar i gjykatës penale ndërkombëtare. Kjo gjithmonë do të jetë në varësi që çfarë zhvillimesh do të kemi nga tani e në vazhdim me Ukrainën dhe se si do të sillen me datën 6 mars në takimin urgjent që ka kërkuar presidenti i Bashkimit Evropian, që ejani të diskutojnë sepse situata nga ardhja e Trump po na del jashtë kontrollit me Ukrainën. Duhet parë edhe këtë situatë dhe pastaj sa të mbarojë dhe kjo mbledhje do të shikojmë se si shtetet anëtare të Bashkimit Evropian, po edhe të NATO-s, do të marrin vendime në raport me Ukrainën.